Një mbrëmje historike për kulturën shqiptare u shënua në zemër të Londrës, ku ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore performoi për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar, duke përcjell para publikut ndërkombëtar pasurinë dhe autenticitetin e trashëgimisë son kulturore. Në skenën e Show Theatre, koncerti Shqipëria në sytë e Bajronit, zëri i trashëgimisë, u mirëprit me entuziazëm dhe duartrokitje të gjata, duke dëshmuar se arti shqiptar ka fuqinë të kapërcej kufit dhe të krijojë ura të qëndrueshme dialogu mes kulturave. Koncerti u prezantua nga moderatorja e mirënjohur Suela Demiri. Përmes interpretimeve artistike, kostumeve tradicionale dhe tinguj që mbartin kujtesën e brezave, ansambli kombëtar solli një Shqipëri të gjallë, krenare dhe autentike, duke e shndërruar këtë mbrëmje në një festë të identitetit ton kombëtar. Ky koncert përfaqëson një tjetër hap të rëndësishëm në misionin e teatrit kombëtar të operas, baletit dhe ansamblit popullor për promovimin e vlerave të kulturës shqiptare në skenat më prestigjioze ndërkombëtare, duke forcuar rolin e artit si ambasadori më dinjitoz i vendit ton. Londra mirëpriti zërin e trashëgimisë shqiptare, ndërsa Shqipëria u përfaqësua me dinjitet, krenari dhe art në një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të botës.